Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se po ritakohemi edhe mbrëmjen e sonte me trialogun në Radio Televizionin Shqiptar. Në fakt, sot kryeministri i vendit Edi Rama ka udhëtuar drejt Washingtonit, ku nesër do të marrë pjesë në bordin e paqes, një iniciativë tashmë e njohur e presidentit amerikan Donald Trump për administrimin dhe vendosjen e paqes në Gaza si objektiv parsor. Ky udhëtim diplomatik është parë nga shumica edhe si një afrim i qeverisë dhe kryeministrit me SBA dhe Donald Trump, ndërsa muajt e fundit disa zyrtarë amerikan, të cilët e kanë vizituar Tiranën, nuk e kanë pasur në agjendë takimin me kryeministrin e vendit. Po ashtu në urimet për zgjedhjet e 11 majit dhe festat kombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se në momente të caktuara kanë shfangur qeverinë, duke vënë theksin kryesisht tek lufta kundër trafikut të narkotikëve dhe karteleve të drogës. Por nesër Rama do të jetë në një tryezë me presidentin amerikan Donald Trump, edhe pse opozita e ka parë pjesëmarrjen si atribut të vendit dhe jo të kryeministrit. Por a është ky afrim me Washingtonin një largim nga Bashkimi Evropian? A kemi të bëjmë me një investim diplomatik të suksesshëm apo është më shumë një vendim që mbart paqartësi dhe pasiguri për vendin? Për të temë do të flasim sonte në pjesën kryesore të emisionit. Na bashkohet sonte një i ftuar special dhe është deputeti i Partisë Socialiste zoti Arion Malaj. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma. Faleminderit që bëni pjesë kësaj tryeze sonte. Ndërkohë nga panelistët tanë përhershëm, sonte kemi zotin Pret Zogaj. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit që jeni pjesë jona dhe sonte dhe zoti Arion. Mirëmbrëma, mirë se vini. Por ndërkohë, ne do të kemi edhe një diskutim tjetër që është i pashmangshëm dhe sigurisht që është ajo çfarë ka ndodhur ditën e sotme me gjyqin me ish-drejtuesit dhe ushtrisë qërimtare të Kosovës në Hag, nga ku do të kemi në këto momente për fatin tonë të mirë edhe një komunikim të drejtë për drejtë. Është gazetarja jon Jonida Omeri, e cila ka qenë pikërisht atje në gjykatën speciale të Hagës, ka ndjekur, ka monitoruar dhe sigurisht ka raportuar orë pas ore për ekranin Radio Televizionit Shqiptar për atë çfarë ka ndodhur në gjykatën speciale të Hagës dhe në këtë që do ta quanim një përballje finale e 4 shkretërve të UÇK-s, të cilët kanë pasur sot një reagim përmbyllës për ato që janë akuzat kryesore drejtuar për tyre nga prokuroria e kësaj gjykate speciale. Jonida, unë falenderoj që po rikthesh në transmetim të drejtë për drejtë. Këto kanë qenë orë intensive dhe të lodhshme edhe për ty në raportim dhe besoj se gjithsesi edhe procesi mbart një peshë dhe rëndësi të jashtëzakonshme. Do doja që të ndaloje tek ato që mund të konsiderojmë pikat kyçe apo esenciale nga dëshmia, po e quajnë ndryshe fjalia përmbledhëse e 4 shkretërve të UÇK-s sot para prokurorisë, duke se asnjëri prej tyre nuk kanë qenë dakord me asnjë prej akuzave që rëndojnë mbi ta dhe në sinkron që të gjithë duke se kanë pasur pothuajse të njëjtën koordinatë në kundërpërgjigje. Çfarë të bëri përshtypje në qëndrimet e tyre sot? Roma Alba që prej vitit 2020, ku ish presidenti Hashim Thaçi dhe 3 të bashkëakuzuarit e tjerë qëndrojnë në paraburgimin e Hagës dhe që prej prillit të vitit 2023, kur ka startuar ky proces gjyqësor në Hagë, ish presidenti Hashim Thaçi, por edhe 3 të bashkëakuzuarit e tjerë, edhe ditën e sotme përmes seancës publike gjyqësore deklaruan një zëri se janë tërësisht të pafajshëm. Ditën e sotme këtë seancë të deklaratave përmbyllëse e hapi pikërisht ish presidenti Hashim Thaçi, duke deklaruar dhe duke hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas zotit Thaçi, ushtria qlirimtare e Kosovës bëri një luftë vetëm për liri edhe për pavarësi dhe duke deklaruar se në fakt përgjegjësi kryesor për situatën në rajon, por edhe për situatën në Kosovë aso kohe ka qenë pikërisht Slobodan Milošević. Sipas zotit Thaçi, në rast se teksa foli për sakrificat e tij personale, por edhe për sakrificat e një populli për liri edhe për pavarësi, në rast se do të jepej mundësia sërish për të kthyer pas në kohë, zoti Thaçi deklaroi se do të bënte sërish të njëjtën gjë që ka bërë në periudhën e luftës, për shkak se populli i tij, pra populli i Kosovës, ishte duke u përballur me dorën e hekur të Slobodan Milošević. Zoti Thaçi gjithashtu deklaroi se qëllimi i ushtrisë qlirimtare të Kosovës aso kohë nuk ishte një qëllim për të marrë pushtet, por ishte qëllimi vetëm për liri edhe për pavarësi për popullin e Kosovës. Gjithashtu rikujtoi se gjatë periudhës kur ka përfunduar lufta, ushtria qlirimtare e Kosovës u çarmatos, pra pranoi çarmatosjen dhe Kosova pranoi që të merrej në administrim dhe nga ndërkombëtarët, duke theksuar në këtë mënyrë pra se qëllimi nuk ka qenë pushteti, por ka qenë liria dhe pavarësia. Menjëherë pas zotit Thaçi, fjalën e mori ish-kryetari i Kuvendit zoti Kadri Veseli, i cili theksoi se drejtësia mund të vonojë, por nuk mund të mohohet. Sipas deklaratës së bërë nga zoti Veseli, ky i fundit theksoi se unë e di se çfarë kam bërë gjatë asaj kohe dhe çdo veprimi im ka qenë ligjor dhe kërkoi nga ana e trupës gjykuese të gjykatës speciale një panësi në gjykim dhe vetëm drejtësi. Në të njëjtën
linjë ka qenë edhe zoti Selimi, I cili theksoi se trupës gjykuese të gjykatës speciale I kanë mjaftuar më shumë se 5 vite kohë për të kuptuar se lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë një luftë e drejtë dhe një luftë e domosdoshme. Në përfundim ka qenë deklarata e ish-kryetarit të Kuvendit zotit Jakub Kresniqi, I cili e cilësoi procesin e Hagës një proces të padrejtë dhe deklaroi se për 4 ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hagë janë duke u shkelur të drejtat themelore të njeriut. Kam 75 vite jetë dhe 16 vite prej tyre I kam kaluar në burgim, vetëm se kam luftuar për lirinë edhe për pavarësinë e popullit tim, theksoi zoti Kresniqi duke kujtuar në këtë mënyrë Alba 10 vitet burgim që ka kaluar në Serbi, por natyrisht edhe mbi 5 vite të cilat ai së bashku me 3 të bashkakuzuarit e tjerë janë duke I kaluar në Hagë. Kanë qenë këto deklaratat përmbyllëse në këtë fazë vendimtare të procesit, ku pasi ka përfunduar I gjithi, tashmë fjalën do ta ketë pikërisht prokurorët e gjykatës speciale për të dhënë verdiktin final. Jonida, në këtë fazë të gjyqit, ku 4 ish-krerët e UÇK-s të cilët kanë këtë përballje 5 vjeçare me drejtësinë, sot kanë pasur të drejtën e këtyre zotimeve publike, konfrom akuzave që vinë nga prokuroria. A ka pasur të tjera reagime në sallë, apo ka qenë e drejta e tyre për të pasur këtë zotim ditën e sotëm që është një cikël përmbyllës pa reagim në feedback? Në fakt jo vetëm zoti Thaçi, por dhe 3 bashkakuzuarit e tjerë, por edhe vetëm mbrojtja e këtyre të fundit I ka cilësuar të pabazuara dhe prova të pamjaftueshme, ato se çfarë prokuroria ka pasqyruar dhe I ka dokumentuar apo I ka bërë publike apo ja ka dhënë në trupës gjykuese, dhe fakti që prokuroria kërkon 45 vite burgim për secilin prej 4 ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mbrojtja e ka cilësuar të pa nevojshme, duke patur parasysh që nuk disponon prokuroria provat e mjaftueshme për të kërkuar kaq vite burgim. Natyrisht Alba theksova edhe më herët që ky proces gjyqësor tashmë do t'i takojë pikërisht gjykatës speciale për të vendosur në lidhje me fatin e këtij procesi gjyqësor të stërgjatur, dhe do të jetë pikërisht të kryesuesi I kësaj gjykate zoti Charles Smith III së bashku me 3 antarët e tjerë, ata të cilët do t'japin verdiktin final. Duhet theksuar se aspekti procedurial I lejon në trupës gjykuese të kësaj gjykate që të ketë në dispozicion 3 muaj afat kohor më pas për të dalë me një vendim final. Por duke patur parasysh që dosjet janë voluminoze dhe nuk kemi të bëjmë me një çështje të zakonshme, në rast se gjykatësit trupa gjykuese, pra toga të zeza të gjykatës speciale, vlerësojnë se do t'i duhen më tepër afat në dispozicion, hapësira ligjore I lejon që të marri 1 muaj deri në 2 muaj. Pra afati maksimal në rast se do ta shohë trupa gjykuese që do t'i duhet më tepër kohë në dispozicion është pikërisht 5 muaj për të dalë më pas me një vendim dhe për të dhënë, po themi, verdiktin final të shumë pritur nga të gjithë palët. Pra Jonida, nëse referohemi konsulencës me kornizën ligjore, mund të tejkalohet edhe afati fillestari parashikuar që është 3 muaj deri në dhënien dhe shqyrtimin e një vendimi për shkak të voluminozitetit të kësaj dosje. Megjithatë, unë besoj se ke pasur komunikime të vazhdueshme orë pas ore, ndoshta keni pasur akses edhe me mbrojtjen e të akuzuarve. A është menduar që do të respektohet periudha 3 mujore për dhënien e vendimi, a do të konsiderohet e mjaftueshme nga ana e gjykatës speciale, apo do të tejkalohet ajo, dhe cila do të jetë strategjia e ndjekur nga mbrojtja në këtë fazë finale? Në fakt, Alba, gjatë gjithë kësaj periudhe të stërgjatur të këtij procesi gjyqësor në Hagë, trupa gjykuese e gjykatës speciale ka qenë shumë hermetike, pothuajse nuk ka folur asnjëherë për sa I përket kësaj çështje, por vetëm ka dëgjuar pretendimet e të gjitha palëve. Të paktën edhe nga komunikimet që kemi patur pasi ka përfunduar ky proces ditën e sotme me mbrojtjen e zotit Thaçi, por edhe 3 të bashkakuzuarve të tjerë pas përfundimit të seancës, këta të fundit u shprehen shumë optimist. Doja të theksoja, ose më saktë të sjellja në vëmendje një deklaratë të zotit Luka Mishetic, pra avokatit mbrojtës të ish-presidentit Hashim Thaçi, I cili pasi u përmbyll procesi theksoi se presim përgjigje pozitive për shkak se
provat, dëshmit edhe faktet që ka mundur të arritë të sigurojë mbrojtja e zotit Thaçi, por edhe 3 të bashkëakuzuarve të tjerë gjatë kësaj periudhe kanë qenë prova të drejta dhe prova tërësisht ligjore. Megjithatë, do doja të ndalesha pak çaste Alba nëse më lejon edhe tek një tjetër aspekt ditën e sotme në këtë seancë gjyqësore, pasi përtej peshës historike që ka patur kjo seancë, ka patur ose më saktë ka mbartur me vete edhe një peshë mjaft të madhe emocionale. Teksa 4 ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës bënin deklaratat e tyre përmbyllëse përballë trupit gjykues, me 10 gazetar, diplomat, ambasador, por natyrisht edhe politikan të Kosovës dhe familjar të 4 ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ishin të pranishëm aty dhe po e ndiqnin nga afër të gjithë të proces, pasi kanë dëgjuar palët kur kanë folur pra 4 ish-krerët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për sakrificat e tyre personale, por natyrisht edhe për sakrificat e një populli të tërë të Kosovës për liri dhe pavarësi, janë përfshirë në lot. Në këtë mënyrë edhe vendimi që gjykata speciale pritet të japësh një vendim që po pritet me padurim për të gjitha palët, për të hedhur dritë mbi shumë pikpyetje dhe për të dhënë jo vetëm përgjigje juridike, por natyrisht edhe përgjigje historike për sa i përket ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por natyrisht edhe luftën e saj të bërë. Një proces plot konfuzion mes emocioneve dhe historisë dhe sigurisht që dhe vendimarrja finale do të ketë një efekt në të dyja këto drejtime për Kosovën, por edhe për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jonida Omeri, unë të falenderoj për të komunikim të drejt për drejt, konfigurove dhe përmbledh dhe më së miri gjithçka çfarë ka ndodhur brenda kësaj seance, që po konsideroj speciale dhe një cikël përmbyllës për 4 ish-krerët të UÇK-s. Të falenderoj që ishte në këtë komunikim me ne për trialogun. Ndërkohë ne të nderuar shikues, rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë në studio dhe po nis me ju zoti Malej se nuk mund të kaloj pa marrë një gjykim edhe tuaj në të panelistëve për këtë që po ndodh aktualisht me gjykatën speciale të Hagës. Besoj keni ndjekur me vigjilencë ato që ishin zotimet përmbyllëse të ish-krerëve të UÇK-s. Si u tingëlloi ajo që ishte po e quaj mbrojtja e tyre personale sot përballë prokurorisë speciale? Që unë ndoqa me shumë vëmendje dhe në fakt ajo që ka më mbeti në mend është fjala e zotit Thaçi, ku e theksoj disa herë që kjo është një fyerje që po i bëhet jo atyre 4 herojve të Kosovës, është një fyerje që po i bëhet mbar kombit shqiptar, është një fyerje që po i bëhet gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës, është një fyerje që po i bëhet dhe vetë atyre që mundsuan lirinë e Kosovës, përfshirë këtu NATO-n, Shtetet e Bashkuara dhe kushdo tjetër që ndërhyri që ajo masakër të ndalonte. Njëkohësisht, unë uroj që ai verdikt final pas kësaj pretence të turpshme nga ana e prokurorisë të përfaqësojë në fakt, të jap drejtësi dhe të përfaqësojë ato vlera të perëndimit që ne shqiptarët i kemi parë me admirim gjatë gjithë kësaj kohe, ndërkohë që janë ato vlera që ne synojmë të arrijmë dhe sot dëgjojmë prej një gjykate ndërkombëtare një pretencë e cila nuk bën drejtësi. Për ta mbyllur, unë di të them që ata janë të lirë, ata kanë fituar një liri me gjak që nuk ja ish dot asnjë gjykat, por kjo pretencë e turpshme nuk gjen vend në asnjë logjik të asnjë njeriu i cili e di fare mirë se çfarë ka ndodhur realisht në Kosovë. Zoti Malej, meqense këmbgulët dhe etiketua dy herradhazi pretencë të turpshme, madje edhe pretencë që nuk bën drejtësi, unë po ju pyes, si do ta konfiguronit ose çfarë emri do t'i vinit kësaj betejë me drejtësinë, ndosë momente caktuara duket që drejtësi nuk ka, siç e vlerësuat edhe ju vetë? Unë e përmenda disa herë, sepse në fakt edhe në vijë logjike po të dëgjoni dhe palën mbrojtëse, pra të gjithë avokatët e të 4 herojve të Kosovës, ka qenë e njëjta, janë totalisht akuzat të pabazuara, janë akuzat cilat më shumë se sa të japin drejtësi, synojnë të cënojnë dinjitetin e këtyre 4 individëve dhe të mbarë luftës që është bërë në Kosovë. Prandaj, më shumë se sa një vendim i drejtësisë, ky duket sikur nga ana e prokurorisë po trajtohet si një vendim edhe politik. Dhe kjo është diçka që nuk mund të pranohet dhe nuk duhet pranohet dhe mesazhi i popullit shqiptar, mesazhi i unifikuar i politikës shqiptare që ne bëm me deklaratën e përbashkët të gjitha partive politike në kuvend, mesazhi që dhanë dhe qytetarët në protestë në Prishtinë është i qartë. Kjo është diçka që nuk mund të pranohet, është e turpshme dhe ne absolutisht besojmë tek liria, tek e drejta dhe tek ajo çfarë vërtet meritojnë këta 4 heroj.
Jemi të detyruar të presim duke minimizuar dhe paragjykimin për procesin deri në akt vendimarrjen finale. Zoti Zogaj, si u tingëlluan sot i shkretë UÇK-s? Në fakt janë muaj dhe vite të gjata pritje për ta, një stagnacion i mbetur pezu dhe një pretendë që zoti Malaj, por jo vetëm, e kanë quajtur të rënduar, të turshme dhe në mungesë drejtësie, pavarësisht se po luftohet për drejtësi. Në këto që ishin paksa rrëfime e deri diku mbrojtje vetanake, si u tingëllojnë ish komandantët e UÇK-s? Fjala e tyre ishte prekse, fjala përfundimtare, përmbledhëse gjithë procesit, ishte prekse, sigurisht ishte koncize, ishte përmbledhur gjithçka që ka të bëjë me jetën e tyre, me ecurinë e jetës tyre, për marrëdhënien e tyre me Kosovën e shtypur, marrëdhënien e tyre me Kosovën e genocidit serb Miloševićian, se si ata janë bashkuar ose se si ka thirrur kauza Kosovës për të rrokur armët. Kjo është një histori që është shkruar dhe do shkruhet. E tham dhe mbrëm që lufta e UÇK-s është e përligjur nga dekada rezistencës paqësore të udhëhequr nga Ibrahim Rugova, i cili dhe përkufizoi aspiratën kombëtare të Kosovës me 3 pika themelore që ngelen deviza gjithë luftës edhe të UÇK-s. Por, kur dështon lëvizja paqësore, çfarë ngelet një populli? I ngelet të rrok armët. Ajo që në fakt ishte misioni që merri përsipër të bënte UÇK-ja. Dhe UÇK-ja rroku armët, por u legjitimua si një organizat politiko-luftarake nga faktori ndërkombëtar. Ishte pjesë e tyrezës politike të Rambujës. Pa UÇK-n nuk finalizoi ajo që ndodhi. Nuk fillonte bombardimi i NATO-s nëse s'do kishte firmë dhe UÇK-ja, sepse Miloševići e refuzoi. Kjo është një histori që dihet dhe habia më e madhe është në gjithë të gjyq, me sa dëgjojmë, se ne nuk kemi qenë atje që të kemi informacion të hollësishëm, ka të bëjmë një devijim të stërmadh të akuzës dhe të arsyes për cilët është ngritur kjo gjykatë, e cila, siç e dim gjithë, u ngrit për të hetuar disa vrasje civile shpas luftës. Dhe natyrisht që ato vrasje kanë merituar dhe meritojnë ose janë hetuar, unë nuk jam informuar. Dhe duket sikur ka një deviancë thuajse të plotë nga misioni fillestar. Nga gjithë ajo që dëgjojmë në shenjestër është UÇK-ja. Pra është kjo organizat politiko-ushtarake që ishte aleate në tokë e NATO-s. Bëjë në pyetjen për teleshikuesit e kam se kjo pyetja ime. E keni retorike sigurisht. Në çfarë dallimi ka NATO, forcat e NATO-s, me UÇK-n nga pikpamja e qëllimit dhe mjeteve përdorur që janë mjete luftarake pavarësisht diferencës madhe së ndryshme është një Përveç disproporcionalitetit që besoj duhet vënë duke dhe është i nevojshëm. Po cili është dallimi midis qëllimit dhe mjetit luftarak? Se mjeti luftarak është automatiku, për Tomahawk, është avioni, ato sigurisht që s'ka krahasim. Cili është dallimi? Ata luftuan për një qëllim, për të stopuar gjenocidin serb të Miloševićit mbi një popull tjetër, që ishte populli shqiptar i Kosovës, për të frenuar dëbimin e shqiptarëve nga tokat e tyre, një ngjarje e turpshme në Evropën e viteve 90-2000 që ndodhi kjo ngjarje, e harruar në historinë e Evropës prej shekujsh. Dhe tani është kjo histori, kjo luftë, domethënë që kërkohet të njolloset duke dënuar ata që ishin aktorët kryesor praktikisht të kësaj betejë dhe misionit. Çudia tjetër është kjo që nuk kanë qenë vetëm këto të katërt. Ushtria Shërimtare e Kosovës ka qenë ndërtuar në një formë të tillë që ka pas shumë delegim, ka pas shumë organizim. E kjo është një polemik tjetër, zoti Zogaj, në raport me Hagën, nëse ndëshkimi është kolegjial apo individual për figurë. E kam fjalën këtu. Tani këtu është çudia, domethënë që ka dalë gjithë akuza, ka dalë nga shtrati mbi cilin u nis, dhe tani kërkon të arrijë një gjë. Nuk e di se si do reagojë gjykata, dhe nuk kemi shumë informacion, themi drejtën, as nga gazetarët që raportojnë, por në tërësi ka një lloj hermetizmi në lidhje me
si më thënë, me brendin e akuzës. Fakti gjithë procesi ka qenë izoluar dhe ju keni të drejtë. Ka më shumë retorik, ka më shumë përgjithësime, se sa informacion koncis. Si që imaginojmë ne që del një, s'kemi parë një dëshmitar, apo jo? Ose s'kemi lexuar një dëshmi, që errësirë, diskrecion dhe mungesë informacioni, por tani është në fazën finale dhe do duhet presim për vendimarrjen. Ajo që do thosha, duke pritur edhe vendimin e gjykatës, që si që thamë dhe mëram unë, besoj se vendimi i gjykatës do jetë ndryshe, nuk do jetë si, do jetë ku larg për të mos thënë do të argëzoj akuzën, urimi dhe shpresa është që të argëzojnë. Nuk e shihni konform linjës që ka ndjekur prokuroria speciale deri sot? Besoj se jo, se nuk ka, aty mund të ketë gjithmonë skenarë, tha. Mund të ketë individ, skenarë të cilët janë në lojën ose në synimet e në qëllimet edhe strategjike të Rusisë edhe të Serbisë, për ta përmbysur gjithë narrativen e për ta konsideruar, dhe vetë pavarësinë e Kosovës, një artific, ndërkombëtar, mendimin e disa kaçakëve që ishin tokë etj. Ato retorika që thuan, por kjo nuk mundos, ata janë një lloj si NATO, dhe i bie që do thirrën tani edhe gjithë krerët e NATO-s, krerët e shteteve, ajo është një absurditet. Mendoj se gjykata do jetë, shpresoj dhe uroj, dhe kam shpresë se do jetë e drejtë. E fundit, pra bëra një dalje, ishte qetësia e Hashimit, i cili me drejt tha një gjë që është kështu shprehje, me thënë, nga këto të mëdhat që ngelin, që janë shprehje herojsh, si me thënë. Çfarë memorizuat ju nga fjala e tij sot? Unë e kam fitu lirin time, unë që fitova lirin edhe të vendit tim, në imaginoni se mendon kurse s'kam fitu lirin time, paka shumë diçka tillë. Po në fakt e konsideroj Kosovën viktim të Miloševićit dhe veten krenar për këtë betejë fituar. Zoti Suljo, aureola e ngarkesës që vjen qoftë penalisht apo edhe emocionalisht në rrafshin historik për ish-krerët e UÇK-s, a besoni se zbutet, imunizohet, ndryshon pak ngjyrim pas dëshmive sot? Këto ishin fjalë politike, si më thënë, edhe fjalë që nuk kishin brenda provat e tyre, pasi provat ishin thënë nga trupat e avokatëve mbrojtës. Por kanë rëndësinë e tyre sepse krijojnë atmosferën të gjykatësit, të opinioni i cili ndikon gjykatën në një mënyrë apo një tjetër, ndikon mediat, jehonën mediatike, dhe ishin fjalë, ajo e Thaçit sidomos dhe e Recep Selimit me bën përshtypje që kishin brendi të tyre, kishin të vërtet dhe kishin një arritjen që të emocion sigurisht të reqin vëmendjen e gjykatës në rastin më të mirë, në rastin më të vogël. Bashkoj me Preçin aty për të thënë dy fjalë që ka një absurditet kjo akuzë, nuk e kap dot logjika normale. Edhe sikur të pranojmë atë që thot zoti Zogaj që hetimet luft ka qenë, luftime ka pasur, po një person mund të ketë pas ngasje personale apo akmarrje. Ku qëndron kjo diskordancë logjike që e nuhat edhe publiku? Diskordanca logjike, pra, po thosha, këto mund të ishin x vite. E para njërë të provoheshin. E para njërë nuk janë lidhur vitet, akuza e madh, vitet e sasia e viteve me krimet, me akuzat që të thuhet Recep Selimi dha këtë urdhër, ky është e faktuar, ja prova, ja viktima, ja dëshmitarët. Apo themi kryqëzimi i informacioneve dhe dëshmive. Provimi, prova e gjës, e zinxhirit e ngjarjes. Dhe sasia e madhe, do të thënë vitet e mëdha, tregojnë se aty duhet të bërë masakra. Ku është masakra? Ku është masakra? Se janë 45 vite për kokë. Dhe s'mund të thuash ti ndërmarrje kriminale, sikur ta kanë bërë të katër dhe kanë bërë atë që thatë ju, s'ka dënim kolegjal. Pra, atje ku lëvi ka një absurd, atje ku ka një nonsens, është një fjalë, atëre lëviz diçka prapa s'ken, lëviz diçka e keqe. Dhe kjo diçka e keqe për mua është konjunktura e vendeve europiane. Lëvizin parate e Hagës, që u tham dje këtu, që parate gjykatës Hagës, që financimi të vazhdoj. Po, nëse do t'ishte kështu, do t'ishte presidenti rrezikshëm se autosinë e masakrave genocidale dhe masive mban pala tjetër që ishte pjesë e këtij konflikti. Po, ata tani, shiko, në Evropë nuk ka vetëm rryma që janë pro Kosovës.
Ne dim çfarë po ndodh në Evropë dhe në më gjerë. Ne dim çfarë koncesiones po i bën Rusisë së fundi edhe vitet e fundit dhe Serbisë. Do të thotë se rrymat të favorshme ka shumë herë më pak. Ne dim sa konjunktura ka qenë për ndërhyrjen e qershorit 99 në Serbi. Pra, ne dim se presidenti Thaçi u arrestua duke shkuar te Trumpi. Edhe nga një prokuror i cili po ashtu ka hetuar për Trumpin. Pra, është një akmarrje dhe është një lojë politike që po bie padrejtisht mbi ata krerë të UÇK-s. Dhe absurdi tjetër është që kam në një emision tjetër u dha një intervistë e Wesley Clark, ish generalit të NATO-s. Dhe ndër të tjera thoshte, domethënë që lufta e UÇK-s është e përligjur, sepse ishte pushtim, luftë kundër pushtuesit. Me fjalë të thjeshta. Është njësoj si etri tanë, tha, të Amerikës, etri themelues, që luftuan me britanikët. Në qoftë se nuk do ishte bërë ajo luftë, si do ishte Amerika sot? Në fakt dëshmia e Clark e legjitimoi tërësisht atë që mund konsiderohet betejë. Dhe mbyll me këtë ndjes, absurdi më i madh i akuzës, një ndër që dëgjova unë, arrita të kapi, ishte se Hashim Thaçi, 29 vjeç në atë kohë, ja kishte hedhur, nuk i kishte gënyer Wesley Clark, pra generalit amerikan, generalit britanik, diplomatik amerikan dhe jo vetëm. General komandën e NATO-s për veprimet dhe për lëvizjet e tij, lëvizjet e UÇK-s dhe lëvizjet e tija në teren. Pra ata që kishin sulmin për territorin dorë, që bombarduan, që kishin saktësinë më të madhe për shkak të situatës, u manipuluan nga 29 vjeçar dhe mbajtën krahun e 29 vjeçar. Pra kjo gjë politike, lëvizje nonsens dhe absurd i madh i padrejtë. Që në fakt keni të drejtë, ishte dhe kontesti më i madh i mbrojtjes. Kjo është një histori e cila ka anën e saj delikate dhe nuk mund të kalojë pa gjurmë. Ne mbyllim përson këtë etap diskutimi me pak sekonda publicitet dhe rikthehemi bashkë për të kthyer aktualitetin në vend asaj çfarë po ndodh aktualisht mes Shqipërisë dhe Washingtonit nesër në Washington.